Vrasja e biznesmenit italian Edoardo Sarchi në zonën e Salarisë në Tepelen vijon të mbetet e mbuluar nga misteri. 44 vjeçari kishte shkuar për gjuhë e tij, i ftuar nga i Qerembraçi dhe djemtë e tij, por u gjet pa shenja jetën në rrugë. 4 personat që ishin me italianin u shoqëruan nga policia, ndërsa njëri prej tyre fillimisht u dyshua për vrasje. Megjithatë, pas një maratone pyetjesh, të gjithë u lanë të lirë. Pavarësisht se dëshmitë e tyre rezultuan kontradiktore, grupi hetimor nuk ka arritur të sigurojë prova që të ngarkojnë shoqëruesit e viktimës. Policia dhe prokuroria ende nuk kanë dhënë një version zyrtar mbi shkaqet e vdekjes. Në trupin e Sarkit është konstatuar një plagë e thellë në arterien e këmbës, por ende nuk është sqaruar se çfarë shkaktoi atë dhe nëse hemorragjia ishte arsye e ndarjes së tij nga jeta. Në vendin e ngjarjes u gjetën 2 armë gjahu, të cilët janë dërguar për ekspertizë për të verifikuar nëse prej tyre është kryer qitje. Megjithatë, asnjë gëzhoj nuk është gjetur dhe automjetet me të cilat grupi kishte shkuar për gjuhë e tij nuk mbajnë shenja dëmtimesh nga armët, çka e bën edhe më të paqartë ngjarjen. Trupi i viktimës është dërguar në morgun e Tiranës, ku pritet të përcaktohen shkaqet e sakta të vdekjes. Rezultatet e autopsisë mund të hedhin dritë mbi pjesën e saktë të hetimeve.